Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ku ka raportuar për veprimtarinë e institucionit që ai drejton për vitin që lan pas është pyetur nga deputeti socialist Damian Gjiknuri lidhur me ndalimin e pajisjeve elektronike për të paraburgosurit. Dumani në përgjigje të interesimit të deputetit socialist është shprehur se rregulli për ndalimin e pajisjeve elektronike nuk është përgjegjësi e SPAK, por është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Lidhur me mundësinë e mjeteve teknike elektronike në paraburgim, nuk është pjesë e përgjegjësisë sonë, është pjesë e përgjegjësisë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Ministrisë së Drejtësisë, por kryesorja duhet ndryshohet ligji. Ligji për trajtimin e të paraburgosëve, ligji për ekzekutimin e vendimeve penale dhe të parashikohet. Për mua duhet një orë më parë, me ky mendim tani modest, një orë më parë duhet t'u jepet kjo mundësi. Një orë më parë le t'u jepet kjo mundësi, sepse sot ne gjithë e dimë, fakt teknologjisë, edhe në internet mund t'ja kufizosh se çfarë mund të shoh, e çfarë mund të përdor. Jo më një, si thua, një televizor aty pa internet, domethënë që po them një kompjuter pa internet, që është fare mirë, mund t'ja kontrollosh. Por duhet ndryshim ligjor. S'është përgjegjësia jona, por në qenë se më pyete. Kreu i SPAK ka nënvizuar se ky ligj duhet të ndryshojë sipas mendimit të tij, duke ju referuar këtu VKM-s 209 datë 4/6/2022 neni 26.c e rregullores së përgjithshme të burgjeve, kundër të tjera nënvizohet se në mjediset e brendshme të institucionit nuk lejohet të mbahen dhe të qarkullohen nga të burgosurit pajisje transmetimi dhe komunikimi përfshirë aparate celulare, pjesë të tyre dhe çdo lloj aksesori, duke nënkuptuar këtu edhe pajisje të tjera elektronike si laptop apo kompjuter. Mero Baze, i cili njihet për sulmet e tij konstante ndaj SPAK, ka tentuar të shtrëmbërojë këtë deklaratë të Dumanit, kjo në vazhdën e sulmeve ndaj institucionit të drejtësisë, sidomos pasi Erion Veliaj u arrestua për t'u vendosur në paraburgimin e Durrësit. Në shkrimin e tij të kësaj të premteje, Baze thotë se Altin Dumani nxori zbuluar regjimin e ulësiut në burgje, pasi kufizimet e shkaktuara nga ajo që njihet si regjimi i ulësiut në burgje kanë përfshirë moslejimin e përdorimit të kompjuterit apo laptopit në qeli, sekuestrimin e mjeteve të punës që lejojnë leximin digjital të materialeve, si dhe linçim poshtërues në rastet e sëmundjeve apo ndërhyrjeve kirurgjikale. Të jesh i burgosur dhe të mos kesh mundësi të lexosh akuzën tënde në burg, sepse nuk të lejon ulësiu të kesh kompjuter, do të thotë se je vënë përpara detyrimit, ose duhet të paguash tek administrata e burgut, ose duhet të bësh pazar politik me ministrin që të krijosh kushtet minimale për të lexuar akuzën, thot ndër të tjera Mero Baze në shkrimin e tij. Në fakt, deklarata e Dumanit në komision, siç mund të dëgjohet, është krejt ndryshe. Ai nuk foli në asnjë moment për mos krijimin e mundësisë së të pasurit një kompjuter apo të mos kesh mundësi të lexosh akuzën tënde në burg. Dumani tha se ndalimi i sendeve elektronike nuk është përgjegjësi e SPAK-ut, por se duhet ndryshuar rregulloria në burgje, duke ju referuar këtu VKM-s së vitit 2022.